qeverisja e ardhshme e lëvizjes vetëvendosje për shtetin e së drejtës për më, dhe kjo nuk do të ndodhë më me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje. Referendumi është shprehje juridike e të drejtës për vetëvendosje. Në Kushtetutën e Republikës Kosovës, gjithsej 5 herë përmendet referendumi, mirë po ne nuk kemi ligj për referendum edhe 9 vite pasi që është miratuar Kushtetuta e Republikës Kosovës. Një mori çështjesh jetike për vendin edhe për qytetarët, në të kaluarën janë trajtuar pa votën edhe vullnetin e qytetarëve tonë. Ata i kanë vuajtur pasojat, mirë po asnjëherë nuk kanë pasur vendimmarrje për ato pasoja. Kjo nuk do të ndodhë më dhe kjo nuk do të ndodhë më me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje. Të rinjve dhe të rejeve nga mosha 16 vjeçare duhet të njihet dhe jipet e drejta e votimit. Vendi ynë ka popullat në moshë shumë të re, më shumë se gjysmë milioni qytetarë të Republikës janë nën moshën 16 vjeçare dhe popullsia kaq e re natyrisht që do të duhej të jetë shumë më tepër e pranuar dhe e pranishme. Aktualisht mosha e votimit është 18 vjeç, ne do ta zbresim këtë në 16 vjeç si prioritet i yni në mesin e prioriteteve për shtetin e së drejtës në Republikën tonë është dërgimi i marrëveshjes së 19 prillit të vitit 2013 në Komisionin e Venedikut për vlerësimin e ligjshmërisë dhe të përputhjes së saj me standardet ndërkombëtare, si dhe anulimi i marrëveshjes së 25 gushtit 2015 për krijimin e asocionit komuna me shumicë serbe. Me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje, përfundimisht do të çkapet sistemi i drejtësisë dhe natyrisht që kjo mund të arrihet me vullnet politik. Si masë konkrete që do të kontribuojë në këtë drejtim është vettingu, apo vlerësimi i hollësishëm për të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët në sistemin e drejtësisë të Republikës Kosovës. Qeverisja e lëvizjes vetëvendosje do të mundsojë pavarësi financiare të sistemit të drejtësisë. Ne do të zhvillojmë hetim parlamentar për privatizimin e Kecit, për kontratat e ndërtimit të autostradave Vërmic Prishtinë-Merdar e Prishtinë-Shkup, si dhe për procesin privatizues të PTK-s. Gjithashtu, ne do të angazhohemi edhe për krijimin e Komisionit Parlamentar për vlerësimin e dialogut të deritanishëm me Serbinë gjatë viteve 2011-2017. Kosovë-Serbi dhe vlerësimin e këtij dialogu si thash përmes komisioneve timore ndërpritet. Ju siç e shihni, me që varet nga Bashkimi Evropian dhe palët e tjera të involvuara. Në tyre që kanë në shoqëri. Pra nuk i shohim ne serbët vetëm si serb, por i shohim me radhë. Pra kemi nevojë për një dialog me serbët e Kosovës është i pamjaftueshëm. Nevojitet integrim shoqëror për zhvillim. Baza, procedurat, proceset shtuar. Pra ka nevojë për një hulumtim, për një hetim se çfarë dhe vetëm nga rezultatet që do të dalin pas një komisioni hetimor parlamentar. Asnjë prej prokurorëve nuk ka gjetur guximin që të merret me këto dosje, pikërisht për shkak të shtetit apo përjashtime, për faktin se ne vetëm do të mundsojmë ligjin e vettingut.